Yaqulu Allahu azza wa jall, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Allahun e falendrojmë që i takon madhnisë Allahut, edhe na ka bërë të dashur dhe vetmja fe e pranuar te Allahu është Islami. Allahun e falendrojmë që na ka lidhur në zemrën tonë shahadetin dhe dëshmojmë se nuk ka zot tjetër pos madhnisë Allahut. Ai është një, i pashoq, ai meriton të falendërohet dhe ai meriton të madhrohet. Në këtë ditë xumaje, në këtë moment të veçantë, i çojmë salate krijesës më të dashur në tokë, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i çojmë salavate pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Të nderuar xhamat, Allahun e falendrojmë që në këtë ditë xumaje na ka mundsuar neve ta lutim Zotin për falje. Allahu na fal ya rabbel alamin. Pasi që xumaja deri në xuma është falje gjunaheve, Allahu na fal gjunahet. E pastaj namazi deri në namaz është falje gjunaheve, umre deri në umre është falje gjunaheve, e këtë të janë shansat që Zoti i Madh po na jep neve mundësi që të pastrohemi nga gjunahet dhe të afrohemi Zotit të Madh. Muezini e thiri ezanin, dhe zakonisht në 5 kohët e namazit, që është shtyllë e Islamit mas shahadetit që ne e tregojmë bindjen në Zotin e Madh, kur kush nuk ka ardhur me zort me fal namazin sot. Kemi namaz që e fal dikush bajramin, dikush e fal vetëm xhiman, dikush i hik ndonjë namaz, e dikush i fal 5 kohët namazit. Dhe kjo është obligimi dhe afërsia e njeriu të mës afërt i Zotit është njeriu, wasjudu waqtarib, mës afërt i Zotit. Je kur je në sejdë. Sot një detaj do ta përmendi, pse muezini 5 herë ezanin e thirr, ezani sabahit dallon. Edhe në fund është es-salatu khairun minan nawm. Sabahi është më i mirë se sa gjumi. Përgjigja është, sabahi është më i mirë se sa gjumi, se ti dush me startu takimin e parë që qel sabahu dita, dush me Zotin e Madh më kanë kontakt dhe në lidhje me anist ditës me ibadet, me falë sabahin. Ama para se me falë sabahin, muezini po thot es-salatu khairun minan nawm, sabahi është më hajrli se sa gjumi. Përgjigja është, sepse gjumi është me ju përgjigj nefsit, ndërsa me prish gjumin e me fal sabahin është me ju përgjigj Zotit. O ti që e fal sabahin, ti nuk i përgjigjesh nefsit, e ai që nuk i përgjigjet nefsit, Allahu ka përgatitur xhennet. E prandaj me ju përgjigj Zotit, me startu ditën duke ju përgjigj Allahut, ti je më i suksesshëm dhe më i lumtur në rruzullin toksor. Ke startu ditën me Allahun tënd. E dyta, pse muezini thot se namazi sabahit është më herli se sa gjumi? Sepse gjumi është vdekje. Mos i fal, sa ai është si dekt në gjumë. Se njeriu në gjumë është sikur i vdekt. Atëherë, ndërsa namazi çka është? Namazi është gjallëri. E prandaj, çka e ngjall shpirtin e njeriut? Çka e ngrit shpirtin e njeriut te Zoti? Çka e ngrit shpirtin e njeriut në shkallët e xhennetit? Janë sejdët e tua. Sejdë duke startuar me namazin. Prandaj gjumi është vdekje, ndërsa namazi është gjallëri. E treta, pse muezini thot namazi është më herli se sa gjumi? Se gjumi të rahaton trupin. Ama dhe tasmun, me flet tepër, tasmun trupin. E namazi çka të ban? Namazi ta mban gjallë shpirtin me Zotin e Madh. E prandaj ka njerëz, jo sabahin, edhe drekën, edhe qinin, edhe akshamin, edhe yacien, janë në gjumë, janë të vdekt. Prandaj njeriu pa namaz është i vdekt. E nëse don me startu dhe me marr hugjumin energjinë pozitive të Zoti, starto me sabahin. Se ka thënë pejgamberi alayhis salam, es-salatu khairun minan nawm, se sabahi është më i rëndësishëm dhe më i dobishëm ta xhallëron shpirtin te Zoti. Edhe e katërta,
Namazi është më herli se sa gjumi, sepse o xhamati ndershëm, gjumin e bajnë edhe mu'minat, edhe qafirat, edhe muslimant, edhe jo muslimant. Kitë njerëzit Allah i ka kriju me nevojë gjumit. Mirë, për namazin e sabahit nuk e falin qafirat, e falin muslimant. E lusim Zotin e madh që Allah të na mundson mos më nahi ky namaz, që Allah o pe përmen Kur'an, se namazi dhe leximi i Kur'anit namaz, inna salat al-Qur'an, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, leximi i Kur'anit në sabah është dëshmi para madhnisë Allahut, që do dëshmojnë melaqet para madhnisë Allahut. Falësit e këtij namazi janë kategoria më e suksesshme e njerëzimit. Ftyrat e tyre janë ftyra më të ndritshme me nurin e Zotit, me ftyrën e imanit që i bëjnë sejdë Zotit. Koha e njerëzve që falin sabahun në kohë janë njerëzit më të bereqetshëm që Allahu jep begati në ditën dhe në jetën e tyre, dhe fillojnë takimin me madhnin e Zotit. Vdiq një njeri në kohën e Hasanul Basrijës, e ju afrun dosti afërt, filloi poçan dhe i tha, çka ki? Thot, jam të mendu çfarë qefi ka ky me dal prej vorrit. Thot, garant ka qef mu fal. Atër Hasanul Basrija i tha, ky e ka hum këtë shans. Ja kanë qitë 2 kubik për mi, ka hinë varr. Ky ka qef me dal mi fal 2 reqatet sabahut, po s'ka mundësi mi fal. Atëherë, o ju të ri, o ju xhamatli, o musliman, starton e ditën me Allahun, derisa 2 kubik dhej nuk na kam vënu. Startojmë kontaktin ton me Allahun subhanahu wa taala, sa ai që fal sabahun është në mbrojtjen e Zotit. Hadithin Muslim ka thënë pejgamberi alayhis salam, ai që fal namazin e sabahut është në mbrojtjen e Allahut. A ka privilegj më të madh se me qenë në mbrojtjen e Zotit? Dëshmojnë melaqet, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, dëshmojnë për ty dhe lidhjen tënde me Zotin ditën e Kiametit. Dhe e treta, ka thënë Muhamedi alayhis salam, kush i fal 2 namazet e ftofta, e ka për qëllim namazin e qindijës dhe ka për qëllim namazin e sabahut, çka? Kush i fal 2 recate, atëherë ato do të jenë pej banorëve të xhenetit, dhe e katërta e shtojnë dashurinë ndaj Zotit. E lusim Allahun e madh që ne mos ndahemi asnjëherë prej namazeve dhe të startojmë prej nesër, mos na hik sabahi asnjëherë, pasi ka thënë pejgamberi alayhis salam, as-salatu khairun minan nawm, ta xhallron shpirtin, ta afron te Zoti, të bën suksesshëm, të bën bereqetshëm. Startoje ditën me Allahun tanë në lidhje të ngushtë me Zotin tanë. E lusim Allahun që të na bën të dashur këtë ibadet, dhe mos ndahemi asnjëherë prej këtij ibadeti të veçantë, të jemi në lidhje me Zotin ton subhanahu wa taala, me këtë adhurim, këtë ibadet të veçantë. E lusim Zotin e madh që rinin ton t'ja ban të dashur namazin dhe Kur'anin, dhe t'jenë ushqimi i shpirtit dhe jetës së tyre. E lusim Zotin e madh që t'na ban nasib xhenetul firdausin dhe t'na ruan nga zjarmi i xhenemit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.